2 ditë pas vdekjes së dyshim të 32 vjeçarit Vedat Ademi është shkarkuar drejtori i spitalit të Kumanovës. Një pacient nga tragedia në Koçan po kurohen në 25 spitalet e Evropës. Prokuroria kërkon paraburgim për 7 zyrtar të policisë dyshuar për rastin në Koçan. Pas vrasjes së Vanjës, Pallço ndezi një cigare, kontrolloi lajmet në internet. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me edicionin informativ të orës 15:55. 2 ditë pas vdekjes së dyshim të 32 vjeçarit Vedat Ademi, është shkarkuar drejtori i spitalit të Kumanovës Stefan Trajanovski. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari ka sqaruar se vendimin e ka marrë pasi ka lexuar raportin e Inspektoratit Sanitar Republikan për rastin tragjik. Ekipi profesional i mjekëve prej 5 ekspertëve të mjekësisë do t'i analizojnë të gjitha dokumentet dhe të njëjtat do të dorëzohen në prokurori, deklaroi Taravari duke theksuar se pret që nesër të emërohet drejtori i ri i spitalit. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari e ka shkarkuar drejtorin e spitalit të Kumanovës, Stefan Trajanovskin, një hap që pason vdekjen e 32 vjeçarit Vedat Ademi. Taravari ka sqaruar se vendimin e ka marrë pasi e ka lexuar raportin që e kishte përgatitur Inspektorati Sanitar Republikan. Pasi e lexova raportin, menjëherë shkarkova drejtorin e spitalit të Kumanovës. Prej sot, drejtori i spitalit të përgjithshëm të Kumanovës është i shkarkuar, deklaroi Taravari. Nesër, mbas disa konsultimeve që do ta bëjmë me ekipin tim në ministri, besoj se do ta emërojmë drejtorin e ri të spitalit të Kumanovës, kurse ekipi profesional i mjekëve, e 5 ekspertëve të mjekësisë, do t'i analizojnë të gjitha dokumentet dhe të njëjtat do të dorëzohen në prokurori. Matutje, për përgjegjësim profesionale të mjekëve, e kanë për obligim që ta bëjnë organet e hetuesisë dhe gjykatës. Kujtojmë se 32 vjeçari Vedat Ademi nga Kumanova ka ndëruar jetë në spitalin e përgjithshëm të Kumanovës më 17 mars. Ai paraprakisht kishte ardhur për kontroll pasi është ankuar për probleme me stomakun. Sipas familjarëve, atij është dhënë ilaç ndaj të cilit ishte alergjik. Ndërkaq, drejtori i spitalit Stefan Trajanovski pranoi se i është dhënë terapi, por se në vend të përmirësimit ai ka pasur dhimbje në gjoks pas çka ka ndëruar jetë, duke shtuar se në atë spital lindin dhe vdesin njerëz. 101 persona që u lënduan nga zjarri në diskotekën në Koçan po kurohen në disa shtete të Europës, ndërsa në Shkup po hospitalizohen 78, 13 prej të cilëve në për klinikat private. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari tha se të lënduarit e kanë kaluar 72 orëshin kritik. Më shumë pacient po trajtohen jashtë shtetit se sa tek ne. Persona që u lënduan në zjarrin që shpërtheu në Koçan të dielën herët në mëngjes, shumica prej tyre janë dërguar për mjekim në vendet e jashtme, gjëgjësisht 101 persona, ndërsa në spitalet e vendit janë të hospitalizuar 78 pacient. Siç njoftoi ministri Arben Taravari, të gjithë pacientët e lënduar e kanë kaluar 72 orëshin, që ishte kritik për ta. Madje shtoi se prej qendrës klinike sot shohen në shtëpi 3 deri 4 pacient. Për 72 orë mbas tragjedisë së Koçanit, asnjë të vdekur prej këtyre të cilët e përjetuan këtë tragjedi. Për momentin në shtet të ne mjekohen afër 78 pacient, 65 janë në klinikat shtetërore dhe 12 janë apo 13 në klinikat private. 101 pacient janë jashtë shtetit. Mbas mbledhjes së shtabit të krizës në mëngjes, konstatuam se të gjithë pacientët fatmirësisht janë në gjendje relativisht stabile. Uroj dhe shpresoj që nga dalë të nisim disa prej këtyre pacientëve të lëshohen në shtëpi. Mëtej ministri bëri me dije se sot bëhet transferi i fundit i pacientëve jashtë shtetit dhe ai do të jetë në Suedi,
ku dërgohen 5 pacient dhe se nuk do të dërgohen më pacient të tjerë. Për viktimat e tragjedisë në Koçan, Taravari tha se në mjekësinë ligjore janë mbaruar të gjitha autopsit dhe varrimi i tyre do të bëhet në atë mënyrë që kanë kërkuar familjet, do të dërgohen në mënyrë private apo me organizim prej shtetit. Varrimi i 59 personave që ndërruan jetë është parapartë të bëhet të njëjtën. Drejtori i fundit të sigurimeve shëndetësore Sasho Klekovski ka njoftuar se pacientët me djegje të rënda nga tragjedia në Koçan vazhdojnë të dërgohen në spitalet e specializuara jashtë vendit. Ai tha se lista e pacientëve të dërguar jashtë vendit do të vazhdojë të rritet, sepse këto lëndime kërkojnë kushte dhe ekipe të specializuara. Pacientët me djegje të rënda vazhdojnë të dërgohen në spitalet e specializuara jashtë vendit, ndërsa numri i vendeve në të cilat ata trajtohen mund të rritet nga 12 në 14, deklaroi drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor Sasho Klekovski. Ai tha se lista e pacientëve të dërguar jashtë vendit do të vazhdojë të rritet, sepse këto lëndime kërkojnë kushte dhe ekipe të specializuara. Aktualisht, pacientët tanë janë duke u trajtuar në 25 spitale të specializuara në të gjithë Europën. Në Bullgari kemi 9 pacient, në Pirogov në Sofje, 3 në Akademinë Mjekësore Ushtarake në Varna dhe 3 në Plovdiv. Në Greqi, 3 persona ndodhen në spitalin Papa Nikolau në Selanik dhe disa të tjerë në institucione të tjera shëndetësore në Selanik dhe Athinë. Pacientët me djegje janë dërguar edhe në Turqi, 3 në Stamboll dhe 6 në Ankara, si dhe në Holand, Austri, Lituani, Poloni, Itali, Belgjik dhe Kroaci. Drejtori i Spitalit të Përgjithshëm të qytetit Teq-Shtatori në Shkup, Sinisha Stojanoski, tha se për trajtimin e personave të lënduar ka ekipe mjek të huaj që vijnë nga qendra të njohura që janë rreptësisht të specializuara për këtë lloj lëndimi. Mjek të tillë janë edhe nga Akademia Mjekësore Ushtarake në Beograd, nga Spitali i Izraelit dhe nga Republika Çeke. Ata tashmë janë duke punuar me ekipet në Spitalin e Përgjithshëm Teq-Shtatori dhe po trajtojmë lëndimet e atyre pacientëve që nuk janë kritik dhe që tashmë kanë nevojë për përgatitje për fazën tjetër. Aktualisht në vend kemi gjithsej 64 pacient në institucionet publike shëndetësore, 8 në Sistin, 5 në Zhan Mitrev. Pra gjithsej 77 prej të lënduarve janë duke u trajtuar në vend, ndërsa 101 pacient janë transferuar jashtë vendit. Drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor Klekovski ka sqaruar se në vend ndodhin rreth 100 djegje në vit dhe se këtu përfshihen të gjitha shkaqet e mundshme, ndërkaq theksoi se djegjet nga zjarri janë kategoria më e rëndë, sepse përveç lëkurës ka edhe dëmtime të frymarrjes. Ai shtoi se në vitin 2024 ka pasur 5 raste të rënda me djegje të shkallës së lartë. Klekovski tha se pritet që të mbërinë edhe ekspert britanik për të ndihmuar në fazat e ardhshme të trajtimit të pacientëve të lënduar nga tragjedia në Koçan. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari nuk dëshiron të komentojë veprimet e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili mblodhi kamerat dhe rreth pacientëve të djegur nga RMV që po kurohen në spitalet e Beogradit, por vetëm thotë se nuk është e ndershme të paraqiten fytyrat e pacientëve. Ndërsa për vizitat që po u bëjnë pacientëve ai dhe kryeministri Kristian Mickoski, Taravari thotë se kanë për obligim të bëjnë një gjë të tillë, por thekson se ata vizitojnë pacientë që janë të lënduar më lehtë. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari thotë se nuk dëshiron ta politizojë çështjen e publikimit të fotografive me të lënduarit nga zjarri në Koçan nga ana e presidentit serb, por pranon që nuk është e ndershme të paraqiten fytyrat e pacientëve, ndërsa shton se pas vizitës që pati të martën në Selanik dhe Sofje me pacientët që janë dërguar për mjekim, të gjithë janë në gjendje stabile dhe janë të kënaqur me mënyrën siç janë mjekuar. Unë s'dua t'i komentoj këtë gjëra, kisha një status që e ndajta në rrjetet sociale se nuk është e ndershme që të paraqiten fytyrat e pacientëve, por këtë rast nuk dua ta politizoj. Për mua mbi të gjitha dhe para se të gjithash është me rëndësi shëndeti i pacientëve. Sikur që sot flasim se ka 0 të vdekur, dua që mbas 2-3 javësh përsëri të tregojmë se shumica e pacientëve janë në shtëpi. Ndërsa për vizitat që po u bëjnë pacientëve ai dhe kryeministri Kristian Mickoski, Taravari thotë se e kanë për obligim të bëjnë një gjë të tillë,
por thekson se ata vizitojnë pacientët që janë të lënduar më lehtë dhe tek ato nevojiten të kenë të vendosur vetëm maskën mbrojtëse në fytyrë, kurse te ato që janë në kujdes intenziv shton se ka rregulla të tjera. Fotografitë të cilat i postoi presidenti serb Aleksandar Vučić me të lënduarit e Koçanit shkaktoi bujë të madhe në rrjetet sociale, pasi te koka e pacientit të lënduar rënd, përveç se shiheshte pacienti në total, aty kishte edhe dhjetra përfaqësues të mediave, ndërsa drejtori i spitalit te qytetori tregoi qartë se tek personat me djegje duhen kushte sterile, sepse ata kanë plagë të hapura dhe infektohen lehtë. Prokuroria konfirmoi se 7 zyrtar të policisë janë shtuar listës së personave të dyshuar pas ngjarjes tragjike në Koçan, ku si pasojë e zjarrit në diskotekën Puls humbën jetën 59 persona, ndërsa 180 të tjerë u lënduan. Sipas njoftimit të prokurorisë, personat në fjalë dyshohet se i kanë mundsuar pronarit të diskotekës të marrë licencë në mënyrë të kundërligjshme. Të dyshuarit me përgatitjen në nënshkrimin dhe miratimin e pëlqimit pozitiv i kanë mundsuar personit juridik që të marrë licencë për të ushtruar veprimtari hoteliere, kabare, edhe pse objekti nuk i plotësonte kushtet ligjore për funksionim, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Në ndërkohë, gjykata e Koçanit ja ka vazhduar masën e paraburgimit prej 48 orësh 10 personave në rastin e zjarrit në diskotekën Puls, ndërsa për 6 të tjerët pritet të merret vendim në vazhdim. Prokuroria Themelore Publike e Koçanit ka dorëzuar propozime në gjykatën kompetente për vazhdimin e masës së paraburgimit për 48 orë të tjera për 16 personat e deritanishëm të përfshirë në procedurë, të cilëve masat u skadojnë gjatë ditës. 2 persona të tjerë me kërkesë të prokurorisë dje janë caktuar në masën e paraburgimit dhe janë ende në paraburgim. Në total, deri më tani është kërkuar paraburgimi afaqshkurtër për 18 persona. Ambasadori i Turqisë në RMV Fatih Ulusoy është nënshkruar në librin e ngushëllimeve për personat që humbën jetën gjatë zjarrit në Koçan. Ambasada tha se Turqia, si në të kaluarën, edhe tani është gjithmonë e gatshme të ndihmojë popullin mik dhe vllazëror të Maqedonisë së Veriut. Ambasadori i Republikës së Turqisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Fatih Ulusoy, është nënshkruar në librin e ngushëllimeve të hapur në Ministrinë e Punëve të Jashtme për persona që humbën jetën gjatë zjarrit në Koçan. Ai më pas u takua me sekretaren shtetërore të Ministrisë së Jashtme, Elena Kuzmanovska, të cilës i shprehun ngushëllime. Edhe presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, u ka dërguar letra ngushëlluese presidentes Gordana Siljanovska Davkova dhe kryeministrit Hristian Mickoski për të vdekurit në tragjedinë e Koçanit. Me pikëllim të thellë mora lajmin për personat që humbën jetën dhe u lënduan nga zjarri i ndodhur në qytetin e Koçanit, në Maqedoninë të Veriut. I shpreh ngushëllimet e mia kryesisë së shtetit edhe të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut vëllazërore dhe mike. Ngushëllimet e mia shkojnë për familjet e të ndjerëve, ndërsa të lënduarve u uroj shërim të shpejtë. Edhe ministri i punëve të jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, i ka dërguar letër ngushëllimi ministrit të punëve të jashtme të vendit, Timço Mucunski. Turqia ishte ndër vendet e para që dërgoi avion për të transportuar të lënduarit që ishin në gjendje të rëndë. Më 16 mars, 6 pacient u transportuan me avion ushtarak në Ankara, ndërsa 3 pacient u transportuan në spital në Stamboll. Ministri turk i shëndetësisë Kemal Memishollu mirëpriti të lënduarit e transferuar në Turqi, duke u nisur nga parimi që njerëzit janë gjithmonë të parët. Ne i shtrim dorën e ndihmës vendeve tona mike të Ballkanit, tha ai. Inspektimet e fundit kanë konfirmuar shkelje të rënda rregullatore në disa objekte hoteliere. Zëdhënësja e qeverisë Marja Miteva ka deklaruar se nga inspektimi i djeshëm i 12 objekteve me licencë aktive të vlefshme, është konstatuar se 3 prej tyre nuk i plotësojnë kushtet.
Zëdhënësja e qeverisë Marja Miteva ka deklaruar se inspektimet e fundit kanë konfirmuar shkelje të rënda rregullatore, nga ku sipas saj provat janë të qarta. Ajo tha se që nga inspektimi i djeshëm i 12 objekteve me licencë aktive të vlefshme, është të konstatuar se 3 prej tyre nuk i plotësojnë kushtet, pra kërkesat minimale teknike dhe megjithatë kanë licencë aktive për të kryer një veprimtari. Për 9 të tjerat, Miteva njoftoi se dokumentacioni është ende duke u kontrolluar dhe me informata shtesë do të dalin gjatë ditës. Ajo shtroi se për mbi 10 ekipe janë në terren për të kryer kontrolle. Напоменав дека дополнително без разлика на Në lidhje me këtë situatë, një kërkesë për heqjen e licencës, ndalimin e kryerjes së një veprimtarie dhe të gjitha dispozitat ndëshkuese që janë të mundshme sipas ligjit, do të dërgohen menjëherë në Ministrinë e Ekonomisë. Janë mbi 10 ekipe në terren në çdo moment këto ditë që kryejnë kontrolle sot dhe do të vazhdojnë edhe nesër. Sipas saj, ajo që ndodhi në Koçan nuk është vetëm një tragjedi e izoluar, por një simptom e një sistemi të prishur të trashëguar nga korrupsioni i kahershëm. Ne as nuk do të mbyllim sytë dhe as nuk do të mbrojmë. Dua të theksoj se e kuptoj zhgënjimin. Njerëzit kërkojnë drejtësi dhe do ta marrin. Kështu përfundoi Miteva. Është tërhequr njëri prej 2 avokatëve që e ka mbrojtur Lupço Palevskin, të akuzuarin e parë për vrasjen e Pançe Zhezhoskit dhe Vanja Gjorçevskas. Ndërkohë sot në gjykatë vazhdoi seanca me dëshminë të akuzuarit të dytë për këtë rast, Veli Bormanev. Ai tha se arsyen e vrasjes së Vanjas dhe Pançes duhet ta kërkojnë tek Lupço Palevski. Marian Vitanovski nuk do t'jetë më avokati i Lupço Palevskit. Ai ka bërë me dije se tërhiqet nga mbrojtja e të dyshuarit kryesor të vrasjes së dyfisht Pançe Zhezhoskit dhe Vanja Gjorçevskas, Pallços. Ky i fundit tani mbetet vetëm me avokatin Jovica Strashevski. Ndërkohë sot në gjykatë vazhdoi seanca me dëshminë të akuzuarit të dytë për këtë rast, Veli Bormanev. Ai tha se arsyen e vrasjes së Vanjas dhe Pançes duhet ta kërkojnë tek Lupço Palevski. I pyetur se si ka ndodhur që e kanë grabitur Vanjan gabimisht kur qëllimi ka qenë grabitja e një gruaje 40 vjeçare, Manev u përgjigj se kjo ka ndodhur për shkak të ngjashmërisë që ka pasur personi që shihni në foto që duhej të grabisnin dhe Vanjas. Personi në foto i ngjante shumë pamjes së fëmijës për nga gjatësia, flokët dhe ngjyra e flokëve. Nuk e di nëse ishte photoshopuar, por në foto nuk dukej fare si fëmijë. Krahas vetë paraqitjes, ora e nisjes ora 7:20 e mëngjesit, që përkon me orën e përditshme që kjo grua del jashtë. Ndaj ishim të sigurt se ishte ajo. Ai edhe një herë mohoi të ketë parë nëse Palevski ka komunikuar me babain e Vanjas Aleksandar Gjorçevskin. I pyetur se pse nuk ka dërguar fotografi tek prindërit e vajzës për miton ose qëllimi ka qenë i tillë, Manev tha se kjo është pyetje që duhet i parashtrohet Palevskit. Veli Bormanev seancën e kaluar theksoi se vrasësi i Vanja Gjorçevskas dhe Pançe Zhezhoskit është Lupço Palevski Pallço. Qëllimi i grabitjes, siç tha, ka qenë një grua rreth të 40-tave, vajza e pronarit të ndonjë kompanie farmaceutike. Ndërsa shtoi se Pallço kishte thënë se nga grabitja e gruas, bashkëpunëtorët e tij do të shpërbleheshin me nga 150.000 euro. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ka theksuar rëndësinë e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, duke cilësuar këtë si domosdoshmëri humanitare. Familje që ende presin të mësojnë për të dashurit e tyre meritojnë qartësi dhe drejtësi. Prandaj, çështja e personave të zhdukur mbetet prioriteti për mua në këtë dialog, ka shkruar Sorensen në X pas një vizite që ka bërë të mërkurën në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Emisari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, përpara se të përfundoj vizitën e tij të parë zyrtare në Kosovë, ka vizituar pikën kufitare të Merdares. Nga atje ai tha se të gjitha pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë duhet të modernizohen. Para se të largohesha nga Kosova, u ndala në Merdare një pikë kalimi moderne ndërtuar nga BE. Është koha për të rritur bashkëpunimin për të modernizuar edhe të gjitha pikat e tjera të kalimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka shkruar Sorensen.
Të paktën 89 gra dhe 174 fëmijë janë vrarë në sulmet e reja ajrore izraelite në rripin e Gazës, thanë sot autoritetet lokale transmeton Anadolu. Avionët luftarak izraelit goditën Gazën të martën duke vrarë më shumë se 400 palestinez dhe duke prishur marrëveshjen e armëpushimit dhe shkëmbimit të burgosurve që zgjati gati 2 muaj. Në mesin e viktimave gjenden 89 gra, 174 fëmijë dhe 32 të moshuar, tha në një deklarat Ismail Al-Tawaba, i cili drejton zyrën për media të qeverisë së Gazës. A i tha se gratë, fëmijët dhe të moshuarit përbëjnë shumicën e të vrarëve në sulmet izraelite të së martës. Këto shifra konfirmojnë qëllimin e paramenduar të okupimit izraelit për të përfunduar krimin e gjenocidit kundër popullit ton në Gaza, ka shtuar ai. Gati 50.000 palestinez janë vrarë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe mbi 112.000 të tjerë janë plagosur në fushatën brutale ushtarake izraelite në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirëmbëjtje.